Përshëndetje. Sot dua t'ju tregoj se si mund të instaloni një panel bashkë me gjithë relet në rrjetin elektrik. Gjëra që na duhen janë relet 6 deri në 30 amper. Dhe na duhet patjetër një RCD. Rele është edhe kjo, e cila kjo nuk duron më shumë nga 30 mA rrjedhje. Që do të thotë, në qoftë se ne gabimisht e kapim me dorë korrentin, dhe korrenti vete në një vend tjetër nuk kthehet tek nuli, siç bën rrugën në fjalë nga faza, hyn te faza, vete nëpër objekte shtëpiake, ku do të thonë, edhe kthehet te nuli prapë. Në qoftë se kjo ka rrjedhje, releja bie. Për njerë. Ja. Edhe na shpëton jetën. Është apostafat vetëm për të mbrojtur trupin e njeriut. Okej, ta keni parasysh që mos ta harroni. Unë kam bërë disa kabla këtu. Supozojmë se këto janë linjat me fjalë që vijnë nga instalimet i keni bërë ju. Po marrim edhe tre kabla trash që vijnë nga rrjeti elektrik. Me fjalë nga palina, më mi them. Na duhen kacavida, mundësisht kacavida që janë për korrent. Edhe kjo ju do bëj lidhjen e sigurisë edhe më poshtë. Fazën në fjalë. Mirë, le të fillojmë videon. Ta keni parasysh se nuk do të vini më shumë e 6 siguresa. Sa ja. Në qoftë se do keni më shumë, pastaj duhet të shtoni edhe një tjetër se punon kësaj. Anames, ose në mes. Po natyrisht do të keni edhe panelin më të madh, se ky është i vogël, është sa për një shtëpi, një katëshe. Më rregull? Mirë, le të fillojmë me ta mërthyer. Po më kontojnë. Do lidhim nulin 1, 0, 2 ka që. Në fjalë nga 1 deri në 9 fije. Se këto vjen për të gëzimin. Kjo është për të ndarë me fjalë dhe të shkëput, edhe mos bëj kontakt me njëra tjetër. Mirë, më përpara vem edhe se këtu. Ka një gëzdall që këtu me fjalë që këtu fillohet jo. Tani vem një 32 ose 20 që mund vindi për sobën. Kjo është për sobën. E mira ishte të kishim një për dritë neve. Që ta vim të për jashtë, po këtu zakonisht nuk i vem të në Tash i vem 16 amper.
Kjo është 32, nuk e di duket apo jo ti. Këto janë për prizat. Vem 3 ca për priza. Vem 3-4. Ose vem edhe një tjetër 16 vjeqe. Janë tëra për prisat. Nësa 6 amper të dhe vem për dritat vetëm. Një shtëpi fjala vjerë me 3 dhoma mund të ketë 4-5 dritat tëra. Nuk ke që do më të madhe. Por mund t'i vini edhe 10 amper. Nëse pas kam verë një këtu. Vemi 16 vjeqe në këtë këmëtër. Një, 2, 3, 6 siguresa. Vem edhe 2, i vem që të kemi bosh. Mund prishet në njëra, fjela vjenë. Të kemi këtu. Një fjallë një 16 vjeqe për prizat. Edhe një 6 për dritat. Koma. Tani, do marrim do lidhim nullin, ja. Nullin e kemi këtu drejt. Ku lexon ne, ja. Në fjallë ka dojnë me këtu. Me këtu dhe në zhinë dhe qajë. Tani do marrim fazën nga këtu, të kjo. Në faza këtu ku lexon leja. Edhe ta nxjerrim këtu që t'i japim rrym kësaja. Okej. Me një urë kështu.
Unë për vete instalimet e mija kështu I kam bërë. Tani këta e vem na këtu. Që këtë rrashe fatikisht. Shërmojme dhe tjera dhe. Më bërgum lidhjen poshtë. Gjithmonë të gëzimi lidhet me të gëzimi këtu, ja.
Ok, edhe nuli, në lidhi me nuli. Me këta e këmë të bujtë. Tani kjo është faza, dhe fazën e lidhim këtu tani, në daljen e releve. Supozojmë se kjo është soba, e lidhim me sobën këtu. Sobës duhet i vini tel kaq ose 6, sepse soba tërheq shumë korrent. Edhe gjatë punës telat nxehen në fjalë. Ajo është arsyeja që i vëmë tel trash sobës që të durojnë nxehtësinë, mos të shkrinë, mos dihet. Ndërsa prizave tel 2.5 mirësh. Dhe mundësisht prizave u vini tel masiv, jo me shumë fije, sepse teli masiv duron më shumë. Se dhe prizat nxehen me fjalë, sepse janë burim energjie. Këtë tani e supozojmë sigurisht teli dritave, ose dritave me fjalë. Edhe lidhim të 6 volçet. Nëse këto tjerë janë prizat tjetër, relet e prizave. Edhe këto e supozojmë se kur vi nga mori me fjalë. Këto do vjen kështu. Edhe këto janë instalimet që keni bërë ju. Kablet me fjalë të prizave, të dritave, të tash. Tani shish për të lidhur rryma.
hyrja me fjalë që vjen nga sahati ose nga aparati matës. Kur të instaloni me fjalë do të vinë 2 fije që vinë nga sahati, që është nulli edhe faza. Me fjalë antenat të trash. Me qëllim gjithësisht të durojnë nxehtësinë. Në vem nullin tu. Me nullin. Në që kushe. Edhe faza me fazës, me fjalë me lem gjithë aty, live. Sa ky është tokëzimi, që janë do fijet e shilje me të verdha, edhe do ta lidhim këtu të kjo, bashkë me fijet e tjera, edhe pasandaj do të kaloni jashtë, të nxirri jashtë në borë fjala vjen, ose do të bërë tokëzimi. Ka shufra apo safat që shesin këto që mbajnë pajisje elektrike. Në ngullë në tokë ato dhe pastaj e lidhë që lartë 15-20 pond, centimetra, edhe e lidhë fundin e këti kabli me se këtë do vazhdoj i gjatë poshtë. Pa shuve këta. Këtu për i besa për të treguar në fjalë se si lidhën. Shumë bukur. Të shqivë dhe me pagun të ju. Pagu vjetën. Ka edhe 2 vila për të mërthyer këtu. Janë plastike edhe, kallçuk. Okej. Mirë, kjo është e vigna. Ju falenderoj për shikimin edhe mirupafshim në videon tjetër. Qofshi mirë gjithë.